Allahu i madhëruar i drejtohet xhenetit dhe i thotë: ushqimin tënd e kam bërë të ndaluar për banorët e dynjas, përveçse për profetët dhe ndihmuesit e tyre. Në ditën e gjykimit, Allahu i madhëruar do ta urdhërojë xhenetin dhe do t'i thotë: shpërblej tashmë njerëzit e mi të dashur për veprat e tyre të mira. Në ato momente do të shfaqen pjatanca të mëdha, të bardha dhe të shëndritshme. Ato do të jenë të mbushura me ushqime të mrekullueshme, të mbuluara me mbulesë prej perle, dhe sapo të shohin gjendjen e banorëve të xhehenemit dhe gjendjen e banorëve të xhenetit, mendja e tyre do të fluturojë dhe nuk do të mund të hanë prej atyre ushqimeve të mrekullueshme. Në ato momente dikush të rret dhe thotë: Allah i madhëruar ja ka bërë të ndaluar xhehenemin atyre që hanë prej këtyre ushqimeve. Pasi dëgjojnë këtë thirrje, zgjasin dorën të hanë. Ky është shpërblimi për ato që e ndihmojnë në raste të caktuar vëllain e tij besimtar.